Në ditën e librit është ndarë nga jeta intelektualit që librin e pati për herë pranë, akademiku Recep Qosja. Vdekja e intelektualit Qosja është humbje e madhe për shqiptarët e të gjitha viseve. Qosja ishte kokë ndritur e vendit tonë, patrioti i madh që përfaqësoi Kosovën në kohërat më të vështira të historisë. Ai ishte doktor i parë i shkencave filologjike në Kosovë, autor i antologjive dhe monografive të ndryshme shkencore, duke përfshirë një histori trevëllimshme të letërsisë shqipe në periudhën romantike. Nga familja e të ndjerit është bërë ditur se ceremonia martore është kryer sot në mesin e familjarëve të ngushtë dhe me dëshirë të ndjerit nuk do të organizohet ceremoni pritjeje nga familja. Familja nuk do të marrë pjesë në organizime institucionale. Recep Qosja lindi më 25 qershor 1936 në Vuthay të Gucis, ndërsa njihet si shkrimtar me një penë të vyer, kritik letrar dhe historian. Kontributi i tij pashoq në letërsie në historinë e vendit do të mbetet i paharruar si një shembull i patriotit që ofroi shumë nga vetja për vendin.